Stresi dhe ankthi janë kthyer në një shqetësim të përditshëm për mijëra njerëz, duke ndikuar ndjeshëm në jetën e tyre. Presioni i vazhdueshëm, rutina intenzive dhe mungesa e pushimit po lën pasoja jo vetëm në gjendjen emocionale, por edhe në funksionimin e trupit. Përballë kësaj situate, fizioterapia po konsiderohet gjithnjë e më shumë si një alternativë mbështetëse në menaxhimin e stresit dhe ankthit. Fizioterapistja Rita Sinani Halimi theksoi se fizioterapia në realitet luan shumë rol të rëndësishëm në këtë proces, për shkak se ankthi apo stresi vijnë nga mendja. Roli i jonë si fizioterapist në këtë aspekt është që ne ta trajtojmë trupin në realitet, që të qetësohet së pari, për shkak se e dim se kur kemi ankth apo kur jemi në gjendjen e aktivizimit të sistemit somatik, do më thonë jemi në atë gjendjen e mbijetesës apo alarmuese të trupit, e cila na sjell neve faktikisht simptome si dhimbje, rritje e ritmit të zemrës apo e pulsit, frymëmarrje me ecekët e kështu me radhë. Halimi tha se fizioterapia në këto gjendje ka rol të rëndësishëm për shkak se qetësojnë muskulaturën, ritmin e zemrës dhe punojnë me frymëmarrjen. Po ashtu, ajo sqaroi se çdo dhimbje është reale në trup, për shkak se stresi akumulohet në trup dhe mandej ky akumulim shpërndahet nëpër muskuj. Halimi theksoi se stresi reflekton me dhimbje reale, ku si pasojë ka shtrëngim në gjoks, dhimbje të krahut dhe ka gjendje që pacienti mund të ketë të vjellura. Ne punojmë me trajtime manuale gjithsesi për lirimin e fashës apo lirimin e atyre muskujve që janë të tensionuar. E kemi edhe çastin kraniosakrale që shkon nga koka, domethënë deri te sakrumi për lirimin e ujrave në cerebro sakral, domethënë, të cilët janë të rëndësishëm tepër edhe për punën e të gjitha organeve. Pastaj e kemi edhe çastjen e akupunkturës, e cila ndihmon në lirimin e stresit dhe të ankthit. Mandej punojmë edhe me frymëmarrjen, e cila siç e ceka është kyçe për lidhjen e trupit me mendjen. Halimi njoftoi se gabimi kryesor që e bëjnë njerëzit është se nuk mundohen atë sa duhet dhe se mendojnë se me një trajtim apo me dy do të kenë përmirësim, ku sipas saj pacientët kur e shohin se koha aq e shkurt nuk mund t'ju sjellë rezultate, dorëzohen. Fizioterapistja u bën apel qytetarëve që mos të dorëzohen në këto procese, sepse për shkak se çdo gjendje kërkon kohë për t'u trajtuar, ashtu siç kërkon kohë për të ardhur deri në atë gjendje psikosomatike.